I vetmi adhurim për të cilin ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, hadithin transmetimi që ka nxjerr Imam Ibn Xheriri në tefsirin e tij të madh, ka thënë i vetmi adhurim që Allahu e ka lip pa dozë, pa sasi, pa vakt, e ka bërë të lirë dhe ka kërku shumë. Udhkurullaha dhikran kathira. Përmend në Allahun shumë. Sa sabah, akşam, drek, ikindi, natën, ditën, në rrugë, në shtëpi, në kuzhinë, kudo që t'jesh, në çfarë do lloj gjendje, në lartësi, në tokë, përmend Allahun subhanahu wa taala. Dhe përmendja e Zotit është alamet se ti e do. Përmendja Allahu është alamet se ti e do. Shikoni sa e përmendën Allahun xhelel xhelal. Shikoj vetë. Sa e përmend Allahun xhelel xhelal. Ai ban të spitë namazit barëm. Namazit ditor. Të spitë sabahit, të spitë drekës. Po para më të spitë tjera. Transmeton Imam Dhahabiu rahimahullah nga Ebi Huraira radhiyallahu an, a dini sa të spitë apo ndër vëzër? A dini sa herë ka përmend Allahun gjatë 24 orëve? 12.000 herë. Shkruaj vëzër. 12 me 3-0. E ka përmend Allahu gjitha. Kanar të cire, elhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe dhikret e tjera, sa i ka vëllazër? 12.000. E që janë 12.000? E ne vëllazër të spijun e ditor se mojna. Andaj ata ka ndash për një me Allahun subhanahu wa taala. Në luftë, flakën e luftës. A njerëzit të vdek aty, Allah ka zbit ajete. Ka zbit ajete. Çfarë ajete ka zbit? Udhkurullaha, përmend Allahun. Çka ka lidhje vëllazër? Sepse forcohet zemra. Forcohet zemra. Andaj vëllazër, njëra prej argumenteve është të dashurisë është udhtimi i zemrës drejt Allahut xhelal dhe të dashurit dhe vazhdimësia e përmendjes së Zotit te bareke ve teala.